që kodi zgjedhor është realizuar një lloj forme me këtë formulën e çuditshme që ka, që partitë që janë pushtet konsolidojnë më shumë forcat se sa partitë e reja. Do me thënë, një parti si PS-ja nxjerri deputet me 10.000 vota ose me 7.000 vota në ca vende, dhe një parti e re duhet ta nxjerrë me 30-40.000 vota. What? Po ashtu është kodi zgjedhor. Me thënë, nëse protesta do kishte mundësi propozonte një tek ligj këtë. Po, kjo është shumë e mirë. Sistemi kodi zgjedhor. Është një nga pikat që të ndryshoj sistemi. Kodi zgjedhor tjetë jo me lista, po tjetë që ti voton personin dhe gjithë kënë të njëjtën shans. Do me thënë me kaq vota fikse del ky deputeti. Jo këto përqindjet logaritme budalliqe që fusin sistema. Po çfarë shkema Mulan që u fitova edhe Marr Xholin. Po pra, është shumë e ngjashme me këtë Mulan. Bashkë me Ramën e ka bë.